Specialistët e fushës së infrastrukturës ujore kërkojnë që gjendja e argjinaturave në Bashkinë Shkodër të rishikohet urgjentisht për të shmangur rreziqet që mund të paraqiten gjatë sezonit me reshje intensive. Sipas specialistit Sulejman Bekshari, argjinatura e ndërtuar me travers është një zgjidhje dobishme dhe funksionale, model që ai e ka marrë nga praktikat e suksesshme të Italisë. Ai thotë se e ka përfshirë këtë model në projektin e tij dhe rezultatet tregojnë se është një metodë efektive për forcimin e mbrojtjes nga përmbytjet. Të gjitha argjinaturat që janë bë nga viti 1970 e deri sot që flasim bashkë, të gjitha janë pa vlerë. Kemi prurje të dhunshme. Ajo merr me veti, jo ata gurë që i vënë ata, po merr me veti edhe pjesë tjera toks. Kurse argjinaturat e sakta janë ata me beton edhe me traversa. Siç i kam parasit, nuk ka, unë i kam parasit në skemën time që kam bë me traversa. Aty jo 4.000, po 10.000 metër kub më ardhë argjinatura sot. Edhe janë 1400 vjeçare këto që i kam bënë. Nuk është se i kam shpikun, këte i kam pa në Itali, për hirë të vërtetës, nuk është se i kam shpikun këte lloj argjinaturat. Ata i kanë bërë dhe i kanë bërë është 100 vjetë edhe asistan. Sipas tij, investimet në përforcimin e argjinaturave duhet të jenë prioritet, pasi rishikimi dhe mirëmbajtja e tyre ndikon direkt në sigurinë e komuniteteve të zonës. Aktualisht, ndërhyrja më emergjente paraqitet në argjinaturën e Darraxhatit, pasi një pjesë e saj është dëmtuar nga prurjet e shumta.